Ktu flitet se korrupsioni është më i madh se asnjëherë. Po kaq e vërtet është kjo sa që është e vërtet lidhja e korrupsionit me atë rëshqitje. Zero. Aty ka një gjeologji të vështirë dhe rëshqitja ka afektuar jo aksin e ri, asgjë që lidhet me kantierin dhe me të gjitha punimet që janë bërë në kantierin përgjatë segmentit rrugës Elbasan-Qafthan, por rrugën e vjetër, në një vend ku terreni malor, formacionet argjilore dhe shpatet e paqëndrueshme janë afektuar ndjeshëm siç ka ndodhur në shumë vende, duke nisur nga Greqia fqinje, për shkak të rreshjeve shumë intensive dhe këmbgulse të këtij dimri. Autoriteti rrugor shqiptar ka ndërhyrë menjëherë me masa adeguate emergjence. Policia e shtetit ka bërë të gjitha përpjekjet për siguruar prani 24 orë në të gjitha ditët që kur ka ndodhur bllokimi për të garantuar sigurinë.